Shikues të nderuar të Kallëzo.com, po paraqitemi në qendrën e votimit me kusht në shkollën Hysni Zajmi në komunën e Çakubës. Pra me kam drejtorin apo menaxherin e kësaj qendre, i cili ka më na jep detaje më shumë në lidhje me se ç'ish po shkon procesi në këtë qendër të votimit. Zotri Gashi, a mundesh më na tregu se ç'është të shku procesi në këtë qendër votimi me kusht? Po, procesi i votimit deri tani ka shkuar mirë, pra vetë theksuar, jemi në qendrën e votimit me kusht 0201 në shkollën e mesme të mjekësisë Hysni Zajmi. Para përgatitja janë bë që në ora 7 gjithçka të jetë rregull, do të fillojë votimi. Numri i votuesve që kanë drejt vote në këtë qendër 4621 deri në momentin kur po raportojmë kanë ardhur dikun me votu 218, domethënë që kanë kryer obligimin, kanë votuar. Thjesht deri në ora 12 fluksi ka qenë më i vogël, dikur pas orës 1 ka filluar të shtohet fluksi i votuesve dhe gjithçka ka shkuar rregull deri tani. Besoj që do të vazhdojmë deri në mbrëmje të shkëndijut. A pritet me ushtu fluksi i votuesve Po shpresojmë mas e është edhe vikend, sigurisht që mas orës 12 ka filluar një të rritet, shpresojmë që tutje do të jetë numër më i madh i votuesve. Çka mundeni me na thonë me pjesëmarrjen e votuesve me këto zgjedhje, krahasu me ato të nënshkurtit të këtij viti? Në zgjedhjet e nënshkurtit numri i votuesve ka qenë 280 si duket. Të parapallë duke e vrejt ardhen edhe fluksin deri tashëm, po shpresojmë që numri i votuesve ka më qenë më i madh se për zgjedhjet tjera. Në komuna të tjera është raportuar edhe për ndërprerje të energjisë elektrike. Është e përgatitur me shkolla për me përballu këto? Jo, falënderit të neve kemi nxemjen qendrore nga qyteti që furnizohem me ngrohje, edhe gjithçka ka qenë rregull edhe furnizimi me energji elektrike deri tash është në nivel. Thjesht nuk kemi pas në shqetësim deri tani, edhe ekipa e kecit është brenda në shkollë për çdo rast që të ketë nevojë do të reagojë.